Cilat janë ato metodat e trajtimit apo le të themi metodat moderne për trajtimin e rezistencës në insulinë? Tani, përgjithsisht, nëse mos flasim për metoda më moderne, përmendet sot shumë roli edhe i agjerimit intermitent, si ndikues në këtë në menaxhimin e këtij çrregullimi, po ashtu edhe terapitë medikamentoze nga këto më të vjetra, që përdoren me vite apo me dekada, duke mos përjashtuar këto trajtimet e këtyre viteve të fundit, sidomos nëse rezistenca insulinike shoqërohet edhe me çrregullime të tjera. Mund të përmendim edhe këto bana tjera për të humbur peshë, të muajt e vitet e fundit janë bë edhe si trend ndonjëherë, siç është semaglutidi ose Ozempiku. Çfarë mendimi keni për këto, ju si profesionist shëndetësor? Po, atëherë kur hyrin në treg ka pas abuzime të mëdha, madje përdorim pa indikacion të qartë nga me vetë kërkesë të pacientëve, tani nuk është më aq trend si ka qenë, do të edhe ne jemi më rehat në atë punën tonë, edhe e përshkruajmë atëherë kur e vendosim indikacionin e qartë. Dikur më përpara kemi pas kërkesa, jemi bombarduar me kërkesa për t'u përshkruar, ndonse kur kemi bërë vlerësimin, në fakt pacienti nuk është që ka pas mbi peshë as rezistencë insulinike, por e ka pas atë synimin për të humbur edhe ato 2-3 kg që i ka vlerësuar që janë më tepër se sa që e plotëson atë figurën e tij ose të saj. A lidhet rezistenca në insulinë me vezonën policistike? Po, këto janë të ndërlidhura ngushtë, përmendëm edhe më sipër, do se konsiderohen si entitete të ndara. Në fakt, rezistenca insulinike mund të kontribuojë shumë në zhvillimin e vezorës policistike, po edhe anasjelltas mund ndodhë ndonjëherë që e vendosim diagnozën e sindromit vezorës policistike dhe më vonë e kuptojmë që mesin atyne abnormaliteteve biokimike, po dhe klinike të pacientit që ka dhe rezistenca insulinike. Doktor, sa është e rëndësishme zbulimi i hershëm i rezistencës në insulinë? Po, edhe tek rezistenca insulinike, sikur tek çdo çrregullim tjetër, është me rëndësi shumë të madhe që të vendoset diagnoza herët, sepse kur e kemi diagnozën e vendosur, ne edhe trajtimin e fillojmë herët, edhe përveç se pamundësojmë që të përkestohet gjendja, edhe i parandalojmë komplikimet ose pasojat që i diskutuam, që mund qoftë të evoluajë në para diabet, edhe në diabet, apo edhe të ketë këto çrregullime tjera metabolike me prekjet ose me pasoja kardiovaskulare ose të tjera. Cilat janë disa nga zakonet e këqija që kemi ne si kosovar rreth sëmundshmërisë diabetike, le të themi? Në ato a i përfillin këshillat e profesionistëve apo jo, qytetarët tanë? Po ka grupacione njerëzish, pacientët që i përfillin ato, me qenë real, këshillat, udhëzimet, rekomandimet, edhe sa i përket ushqimit, pijeve, edhe sa i përket banash, më shumë i përfillin pacientët më të moshuar se sa pacientët e ri, që është një diçka për të çuditur edhe për të hulumtuar pse ndodh kjo, por në përgjithësi mund të themi që nëse jo qysh momentin e vendosjes së diagnozës, më vonë kur e shohin që po që se provojnë që atë çrregullimin hormonal që është identifikuar, tentojnë të vendosin në NTP dhe s'po shkon puna mirë, vinë sërish në vizitë edhe pastaj bindën që duhet respektu ato udhëzimet edhe terapitë që ju përshkruan, sepse nuk ka zgjidhje tjetër, nuk mbetet shteg tjetër për ta. Doktor, a na përmend ndonjë rast, ose do shta ke edhe më shumë se një rast, kur do më thonë një regjim strikt i stilit të jetesës edhe këshillave profesionale i ka bërë mirë një pacienti? Po sigurisht, në praktikën tonë hasim raste të tilla të shpeshta, po e përmendim meqenëse se kemi të bëjmë me raste të shpeshta të mbi peshës, edhe siç e përmenda edhe të përdorimit të këtij barit që është konsideruar si mrekullibërës, semaglutidit ose Ozempikut. Pacientët mund të humbin peshë me to, pas 3-4 muajsh terapi, ndoshta 10 kg apo edhe më tepër, po nëse nuk janë vetëdijsuar që duhet ndryshojnë stilin e jetës tyre, mënyrën e ushqyerjes edhe aktivitetin, brenda javësh ose një muaj e rikthejnë gjithë atë peshë që kanë humbur. Kemi pas raste që ju kemi dhënë këto këshilla në fillim, po pastaj kur kanë ardhur, masi kanë përdor barin, kanë humbur 10-15 kg, e kanë ndërprer vet, por pas pak javësh ose muajsh është rikthy pesha, kanë ardhur për të bisedu prapë çka po ndodh me trupin, pse me organizmin e tyre, pse është rikthyer peshë. Ju flasim, përgjithsisht i edukojmë që të marrin, të konsiderojnë mbi peshën si smundje dhe si të tillë ta kuptojnë që nevojitet
vetëdijsim edhe trajtim afatgjatë, menaxhim afatgjatë. Menaxhimi për pak javë ose muaj mund t'jap do fryte, po ato fryte mund të rezultojnë të hidhura në ndërkohë.